Përshëndetje gjithë dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Future On Podcast. Që fatkeqësisht apo dhe fatmirësisht mund të themi që është dhe episodi i fundit i këtij sezoni. Kanë qenë 10 episode fantastike që ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur, na keni shikuar, na keni lënë mendimet tuaja në komente për çfarëdo lloj sugjerimi apo pse jo dhe kritike. Shumë faleminderit për suportin tuaj dhe menduam që këtë episod të 10 ta mbyllim me duke transmetuar një nga vlerat kryesore të Future Home, që është vlera e mirënjohjes. Dhe prandaj sot kemi të ftuar dy kolegët e parë që janë bashkuar Future Home-it. Anderson Elezi, përshëndetje Anderson dhe mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Dhe Devis Duka, përshëndetje Dev. Shumë faleminderit. Dikur ke qenë moderator këtu me mua, sot vjen si i ftuar. Keni qenë shumë të mirë këto në puntata, se unë i kam ndjekur realisht. Dhe ndihem shumë mirë që sot vi ndryshe, vi si i ftuar, nuk jam si prezantues i kësaj gjës dhe ky si podcast në sezonin e parë prati goxha sukses dhe duket që sezoni i dytë ka pasur goxha sukses dhe njerëzit përveç se marrin informacion edhe kolegët mësojnë te ky podcast dhe unë bashkë me Andersonit sot do flasim për se si jemi krijuar dhe si kemi ardhur këtu, sepse 10 vite nuk janë pak, është një dekadë. Domethënë unë kur mendoj që kam 10 vite këtu them kur u bën 10 vite, valla ka nikur aq shpejt me aq shumë ritëm sa nuk e di. Nuk konceptohet fare. Dhe si gjithmonë jemi me Engje Masakon, përshëndetje Engje. Përshëndetje të gjithëve. Sot faktikisht do kthehemi 10 vite pas në bisedë, aty ku nisi çdo gjë, ku nisi Future Home. Nuk e di nëse e nisim si ka qenë rrugtimi, si jemi gjendur, si dita e parë e punës në Future Home. Ky është një vit shumë i rëndësishëm fakt, sepse është dhe 10 vjetori 10 vjetori Future Home, po. Unë, domethënë real estate realisht kam ardhur krejt rastisht. Domethënë ka qenë një periudhë që domethënë ti mbaron shkollën dhe nga studenti e ndjen veten i papunë pastaj, domethënë nuk di ku je. Mu tha si mundësi që shiko Fationi ka hapur një agjenci me real estate, por unë nuk e dija çfarë ishte agjencia imobiliare natë. A e njeh Fationin apo? Jo, nuk e njeh, unë kam ardhur me CV, nuk është se kam ardhur me të njohur, siç marrim kolegët tanë tani javë. Dhe kam hyrë me CV aty dhe kur kam bërë intervistën e parë me Fationin, po më tregonte Fationi çfarë është real estate, çfarë idesh kishte, ku do të ta çonte. Ti ndërkohë s'dije fare ç'ash orientimi, metri katror, po. Përveç se nuk e dija, domethënë a funksionon vërtet kjo gjë apo s'funksionon, sepse mendoja para 10 vitesh që këta njerëz me vërtet duan ta shesin pronën me agjenci apo pse nuk e shesin vetë. Unë mendoja që po të kem unë një pronë e shes vetë, pse duhet unë të shkoj te agjencia dhe për më tepër të jap 3%, e kupton? Okej, ma tregoi si funksiononte gjëja dhe kur u futa pashim me vërtet njerëzit ishin shumë të gatshëm për të bashkëpunuar me agjencitë, thoshin shiko merre pronën vetëm mashit. Pse? Sepse njerëzit nuk kanë kohë të merren, ashtu si sot. Po sot është futur kultura dhe është ndryshe. Dhe unë kur u bashkova dhe fillova që njerëzit ishin goxha të interesuar vetëm thoshin mashit dhe ti e ke pjesën e 3%-it, thash, okay, funksionon ka. Njerëzit dashkan punonin me agjenci, po theva se kush do blej me agjenci se ne merrnim pronat nga Chelsea, kupton? Thonë te Chelsea do marrim ne te Chelsea do marrim te klienti dhe kur fillonin edhe që marketonim te Chelsea prap. Aty kuptoje që dhe njerëzit ishin interesuar të punonin me agjencitë. Dhe aty pastaj kur e pash që kishte edhe prona dhe kërkesa, thash o Dev, jepi vrull, jepi gaz se kjo që ka puna. Po atëherë si funksionon? Kishte rrok bazë agjencia apo para? Jo, atëherë. Atëherë që ka qenë akoma më goditse për më e vështirë për të pranuar. Kur un kam ardhur, ishte më thënë, ka qenë vetëm Fationi dhe unë, vetëm ne dy. S'kishte asnjëri tjetër dhe ka qenë një zyrë, domethënë kthehemi para 10 viteve. Po. Ku mamaja e Fationit mbushte telefonat në një krah dhe ne bënim real estate në krah tjetër. Nuk kemi pasur sistem, nuk kemi pasur asistente, nuk kemi pasur shumë gjëra. Si u duhej asistente në fund ditës. Dhe e kemi nisur me vërtet nga hiçi, nga asgjëja. Ne kupton, dhe kemi qenë vetëm me Fationin. Pastaj ne hem bashkuar çunat. Anderson bashkuar në dhjetor. Po, ti sot je një broker i suksesshëm, një kompani e suksesshme real estate, Bit Real Estate. Po, Bit Investment Group. Sa vite ke që ke hapur këtë kompani? Kjo ka 4 vjet. 4 vjet. Dhe tu deshën 6 vite eksperiencë në Future Home për të qenë gati për ta bërë këtë. Unë edhe tek pjesa e Future Home, domethënë kam pasur eksperiencë pas një vit duke bërë pjesën e agjentit. Kemi hapur zyrën e komunës Parisit, pastaj është hapur zyra e liçenit thatë. Po duhet të qëndroj pak te Devi, që po flasim për pjesën e fillimit, po. Dita e parë unë në fillim kam takuar teatrin e Fationit Tikun, ku merrem me pjesën e ndërtimit dhe kam folur për disa hyrje, siç mund të bashkëpunonim. Unë këtë punë kam nisur dhe unë rastisht me kolegun tim që kemi filluar që në fillim, me Armando Miskun. Unë kam filluar nga ai rastisht, ai më ka thënë që hajde ta provojmë këtë lloj pune, e provuam, edhe besoj se po
Ja arritëm atyre sukseseve që mendon. Mandin kanë qenë 22 vjeç atë kohë, do të thënë 22 vjeç dhe ti futesh real estate-it ka qenë, do të thënë në atë periudhë ishte një treg jo i vështirë, por ishte shumë terreni i vështirë. Nuk ka qenë e njohur siç po flisje për pjesën e përqindjeve apo bashkëpunimit me agjencinë. Fillimisht ka qenë vetëm 3% që i merrin pjesës së shitës dhe pjesa e klientit e Viktorit. Dhe këtë nëse e merri, ja. Ajo nëse merri sepse aty ishte lufta pas kontrata, ishte lufta. Nuk bëj fjalë për kontrata, bëj fjalë për çdo gjë në mirëbesim. Siç çdo marrëdhënie niste në mirëbesim, kështu nisi edhe pjesa jonë, domethënë që u takuam në fillim, në mirëbesim e gjitha. Patëm atë impaktin e parë kur kam takuar Tikun, më thotë që un kam hyrje për të shitur, po është një çun që punon këtu poshtë, nuk më tha që është Fationi. Unë jam dhënë atë ekskluzive, shko takoj, tha dhe foli. E takova Fationi Saba Redonde në atë kohë, jam takuar në shtator, po ashtu se isha me mandin e angazhuar vetë dy. Dhe kur kemi parë Fationi po fliste domethënë për gjëra se si do ta bënte, domethënë fliste me atë emocionin e vet. Fliste për vizion. E njëjta gjë po, e njëjta gjë ishte domethënë nga ana jon. Domethënë që donin një qasje që realisht të gjeni veten ose me njëri tjetrin. Dhe kur kemi folur, pastaj patëm vazhdimsi pjesën e bashkëpunimeve, ndetëm në fillim si bashkëpunëtor me njëri tjetrin, na shtatorin dhjetor, pastaj dhjetor vendosim që të bashkoheshin. Edhe kur vajtëm gjetëm Devin, Fationin, edhe një asistent që ka qenë në fillim. Ti na ke kapur me asistentët domethënë. Po. Mirë, pas keni avancuar. Për 3 muaj ne ishim. Pavarësisht se vazhdojnë akoma njerëzit domethënë për rimbushjen e telefonave, që kur futeshin thoshin për rimbushje akoma, po ajo pjesë vazhdonte. Domethënë këtu fuste 1000 lekë AMC, sa AMC ka qenë atë kohë, këtë pastaj jepte shtëpi për qera. Ka qenë ofertë, po. Ka qenë ofertë. Kjo ishte pjesa e parë se si jemi njohur në fillimet tona. Pastaj aty gjetëm komplet ato ide që ne mendonim se si mund të vazhdonin para për të vazhduar për punën, duke parë që agjencitë ishin shumë tralla. Po. Domethënë po thua se nuk ishte ky trendi i zyrave dhe i agjencive. Shikoj, neve, se po thosh ndërsohet e pjesë e kontratave, ne nuk kemi pasur, domethënë asnjë lloj gjë. Çdo gjë është krijuar nga nevoja, që do të thotë, ne kur kemi ardhur nuk kishim një kontratë prone. Kupton, dhe avash e pam që ne duhesh ajo kontrata. Edhe e kemi futur kontratën e pronës, domethënë atë gjë sot. Ose sistemi CRM që sistemi CRM ka qenë shumë bravo, po them avangard, nuk po flas për procesin. Procesin që ne i themi sot procesi i Futuromit është krijuar e gjithë nga nevoja. Po si mbanit në letra, ku i shkruanit? Unë duhet ta kisha marr, unë kam bllokun tim para 10 vitesh të parin fare dhe çdo shënim unë mbaj aty. Domethënë pronat, kërkesat, i shkruaja aty, i mbaja aty, domethënë edhe filloja bëja edhe pjesën e rikontaktit. Mbaj mend, domethënë, sepse ne bënim goxha terren atë kohë. Po mirë, kur ka qenë më e vështirë për të bërë lek, në atë kohë apo tani? Në atë kohë. Më e vështirë për të bërë lek, edhe pse mund të ketë pas më shumë prona ose më pak agjenci, më pak konkurrencë. Nuk ka të bëjë me pjesën e konkurrencës midis njëri tjetër. Domethënë vështirësia më e madhe ka qenë që ti edukimi klientit. Edukimi çastesh e diku, tregu nuk ka qenë edukuar fare. Klienti mund të gjente çfarë donte. Domethënë nuk ta kishte shumë nevojën ty sepse kishte shumë prona. E kundërta me atë që ndodh sot. Sot një agent në momentin që ka një pronë mirë në dorë, ai mund ta shes atë thjesht i bëj marketimin e dur dhe me database. Do të tregu kërkon atëherë dhe sa që ndodh sot, neve atëherë kishte shumë prona dhe pa klient. Gjë që kundërta ndodh sot në 2025. Kur ndryshoi? Kur ishte ai piku që ndryshoi që u kthye më shumë kërkesë se sa ofertë? Pas pandemie ka ndryshuar komplet pjesa. Pas pandemie që ishte piku. 4-5 vite ka fiks që është bërë 4-5 vite ndryshimi që ka ndryshuar gjëja. Po komisione tarifa tona? Tarifat para 10 vitesh. Para 10 vitesh ti luftoi vetëm për 3% për të marrë shitsin. 3% ka qenë që atëherë? 3%. Do të thonë ti hasje nëse ti the pak më parë për pjesën e konkurrencës së agjentëve, ne kemi pasur konkurrent të parë, domethënë gjithë sektorat që ishin në përlagje ose administratorët. Ato vazhdojnë. Sepse vazhdojnë pa te ka qenë theksuar se ti çot jap 3 kur mashet ky. Po. Domethënë kurse sot që të bësh një shitje duhet fjalën e përgatitje më madhe. Nuk i merrnin fare. Jo fare. Zero. Ishte kënaqësia vetëm të na vinte domethënë. Vetëm na besonte ideja shërbimin dhe punën tonë. Unë më mend që un klientin me zia thoja 1%. Domethënë nuk ma nxjinë se thoya Dominiki. Do thoya shoqyr me erdhi dhe po kur u vendos të ndryshohen tarifat? Jo se ndryshuan, ato tarifat ishin, e kupton? Thjesht thjesht nuk u merrte ose mezi ne ishim të fillimet kanë qenë. E gjitha unë mendoj që ndodh te vetja jon. Është pjesa e mentalitetit. Që ti nuk e beson vetë do ja marrësh, normalisht nuk e merr dot atë. Do thënë edhe 3% edhe 1% është çështje sa i bindur je ti me veten. Për punën që ke bërë, momentin që ti thua un kam bë punë, po t'jap shërbim se mos ta kërkoj. Në momentin që ti bindesh me veten tënde që më vërtet ty takon kjo gjëja,
ajo nuk diskutohet më pastaj për të marrë. Do të thënë ka qenë edhe me eksperiencë, se normalisht ne vinim sidomos vjen nga një sektor tjetër, do të thënë siç kemi punuar gjithë kamarier, banakier dhe kur gjeta vjen te real estate, e kupton, është komplet treg tjetër, gjë tjetër. Kalon nga kafja te 1+1. Në gjykimin tuaj, mendoni se është momenti për të rritur tarifat e agjencisë? Unë e kam thënë dhe mendoj që po, duke qenë se unë mendoj që klientit ne i marrim shumë pak. Duke qenë se ne punojmë shumë me klientin për t'i gjetur atë që ai kërkon realisht, edhe duke parë edhe që tha Andersoni që sot ke klient shumë, realisht ke kërkesë shumë dhe ti po i shërben klientin, unë mendoj që realisht ne atij që blerësit duhet i marrim më shumë përqindje. Rritjet gjithmonë duhet vinë në bazë të agentit, të formimit të agentit. Ajo është kryesorja. Shumica sot po e bëjnë këtë lloj pune, domethënë pa pasur një formim të mirëfillt për bërjen e punës. Domethënë sot po shikoj vetëm pjesa e lekut, ku është më e prekshme se çka qenë më përpara. Ne përpara për të arritur një plan që ne vendosim vetë ose një objektiv, do të bënim 7 shitje për të arritur një objektiv shumë minimalist me atë që bën sot. Kështu që ti ishe gjatë gjithë kohës duke i shërbyer, duke ndetur me klient, duke kuptuar, duke krijuar gjithë ndjeshmëritë apo çdo lloj gjëje që ti flisje me atë. Kurse sot është e kundërta. Sot është çdo gjë nëpërmjet lekut. Momentin që ti e shikon komisionin që kjo shtëpi është me këtë vlerë dhe unë përfitoj këtë lloj komisioni, mbaron puna dhe duket sikur ke bër gjën më të mirë, domethënë që ke marrë atë lek. E drejt, prekë një gjë shumë të mirë fakt, po vazhdo. Jo, thjesht ta diskutonim si pikë që sot flasim për agent që e shohin këtë lloj pjese primare se sa pjesa e shërbimit. Në momentin që ti nuk e shikon shërbimin primar, është pak vështirë rritja e tarifës së agjencisë. Po s'bërë punës do vjes leko. Po s'bërë punën mirë. Sot po e merr tregu atë që do, po se sa shërbejmë ne, kjo ngjelet për të parë pastaj se sa dhe bërë shumë mirë që ke realisht agent që me të vërtetë japin një shërbim cilësor, lodhen dhe janë të kushtuar. Normalisht kur shkojnë dhe 2000-3000 agjenca, ka shkuar numri i agjentëve, do kesh dhe nga ato që përderisa kërkon tregu, do normalisht do shtojnë edhe agjentët, por që gjithmonë një agent mendoj unë që të rritet në bazë të atyre gjërave që ne mendojmë se janë vlera sot, duhet që të ndryshojnë konceptin se për çfarë duhet i shërbej klientit. Në momentin që ti shërben klientit për të zgjidhur nevojat, patjetër, në momentin që i zgjidh nevojën, në momentin që ti e ndjen këtë lloj gjëje që ta bësh dhe të kërkosh më shumë na vetja, që ti jesh i mirë informuar për çdo lloj gjëje, atëherë kjo pastaj do të përkthehet në të ardhur apo në çdo lloj gjëje tjetër. Dhe ke të drejtë që të bësh rritjen, pastaj në moment që ti thjesht thua, un kam këtë pronën super okazion. Njëri do ta blej atë, ti fiton ato lekë, po pastaj si kërkon. Ti po thuaj që para 10 vitesh ti nuk e bëje këtë gjën. Çfarë u mbajt ju para 10 vitesh bashk? Para 10 vitesh ne kemi pasur koncepte shumë të ndryshme në aso si agent. Domethënë ne kur jemi bashkuar bashk, kemi parë që duhet punuar me një lloj sinqeriteti, duhet punuar me një angazhim maksimal në atë gjithë, duke pasur pastaj ato vizionet tona se si ti vëmë në punë dhe duke i besuar njëri tjetrit. Besimi. Patjetër që po është. Po në fakt një nga mënyrat më të mira për të fituar besimin një klienti është që thuash mos e bli X shtëpi ose X pronë. Nëse ti nuk sheh vlerë, ti flas edhe nëpërmjet njëri pjesën e grupit, domethënë neve kur ishim atëherë ka qenë shumë pjesa e bashkëpunimit. Këtë do pyesja, trajnimet parë si bën, sa folën për formsimin e agjentit, po parë si kanë qenë trajnimet, si kanë qenë mësimet. A ngjon ti Bevi dhe Fationi? Po. Të besosh në ëndër, mendoj unë. Besosh në ëndër. Këtë po them se ne rrinim, domethënë unë, Andi, Fationi, Mandi, Alçkasi, ishim një pesë që domethënë që rrinim nga mëngjesi deri në darkë që mendonim se si do ta arrisnim këtë gjë. Sepse domethënë idhim për ditë ide, tavolina që hanin debat gjithmonë. Domethënë ne mendoni ju sot Future Home me 26 zyra? Patjetër që po. E besoni te mendonit? Ka qenë sepse kjo që thot Devi. Wow. Është në momentin që ti ulesh besosh që ta bësh. Jo, realisht ky ka qenë çelësi suksesi, se nëse realisht çunat e kanë besu të katër, ne të po them, ne rrinim nga ora 12, 1 e natës, sepse nuk kemi qenë të angazhuar, nuk kemi të martuar dhe me fëmijë, dhe realisht, domethënë, ne jetonim me këtë gjë. Dhe nga mëngjesi në darkë ne flisnim se si do rriteshim. Dhe nuk ka qenë, domethënë, ka qenë ajo fryma që ne kemi pasur me njëri tjetrin, dhe bashkëpunimi dhe sinqeriteti që ne na mbante aty. Dhe besonim që kjo gjë, nëse ne rrim bashkë dhe në grup, kjo gjë bëhet dhe ecë. E vërtet. Dhe mosha që kemi qenë atëherë, domethënë 25 kanë qenë Andi me Mandin dhe fora gjithmonë, edhe ne ishim nga 24, 25 dhe na thoshin gjithmonë jeni 30, e kupton? Se gjithmonë nuk ishim më të mëdhenj. Tani të 40 mirë. Dhe kur domethënë mbas një viti,
domethënë ti je si agent dhe të besohet të hapësh një zyrë. E kupton, është një hap shumë i rëndësishëm që ti thua, ore, e bëj dot këtë gjë apo se bëj dot. Sepse po ju e bët. Ju ja dolët. Ka qenë fillimi atë? Konceptet, shiko, ne konceptet për shembull kur kemi hapur zyrat e para, kemi ndarë dhe zona teritorit. Që do thotë po ka qenë të ndara më parë. Po të ndara me konceptin. Sot nuk konceptohet. Me konceptin e vetëm që ne, okay, secili nga ne do riskojnë në zonën e vet. Po o do bëhet më mirë asaj zone. Që të mbaj përgjegjësi për atë zonë, në moment që vjen një kërkesë, një klient dhe çfarë do lloj gjëje, kjo bëhet që ti të rritesh në kompani. Në momentin që bëhesh i fortë secili vend vet. Në momentin pastaj që kompania merr zhvillimin e madh, patjetër pastaj që hapen gjithë territoret, po fillimi duhet të riskosh shumë na vetja. Agjentët e rinj nuk duhet ta shohësh ti kolegun tënd si kolegu i ri, kolegu i vjetër. Duhet të hapësh rrugë, duhet të japësh pronën, duhet ndash komisionet. Nuk duhet të jesh vetjak. Në momentin që ne besonim, ishim gjithë me unë kam qenë te rruga barikadave dhe Andersonit te komuna, dhe nëse mua më vinte një kërkesë për te komuna, unë nuk e trajtoja fare, thoya Andersoni merre, vazhdoi, jepi drejtim, mbylle, e kupton? Edhe nuk merrnim asnjë gjë, nuk e shikonim, është e imja apo është e joti, apo sa i dhash unë dhe sa do më japi ai. Hec. Ishte e gjitha për Future Home, kjo që bëhet për kompaninë, për të arritur. Do thënë, ka qenë ne do jemi zonal dhe do bëhemi të fortë zonal, sepse në real estate, nëse ti nuk ke kapur zonën tënde ku ti ke zyrën, ti nuk ke ecën përpara. Do ti do të jesh i fortë aty ku jeton, aty ku banon, aty ku ha mëngjes drejt darkë për ditë, do thënë aty ku ke zyrën dhe pastaj ti mund të zgjerohesh për të bërë i fortë. Po ti nëse nuk bëhesh i fortë në zona jote, çfarë do bësh në zonë tjetër? Ky ka qenë ai koncepti që ne e menduam dhe e vurëm në zbatim. Dhe realisht, do të thënë, jo punonim shumë fort zonat dhe terrenin. Gjë që unë shikoj sot e kolegët e mi, do të thënë, po diskutonin me Andersonin dje, që po flisim që, ore, me vërtet bëhet real estate nga TikToku, se ne ngrisim nga 5 palë atlete në ditë. Po, sa shpesh na keni thënë këtë, kemi grisur atletë. Po sepse ka ndryshuar koncepti të bërit realisht unë tek zona te rrugë barikada, unë nuk ka pallat mos të kem hyrë brenda dhe mos të njoft gjithë, domethënë që nga ndërtuesi, që nga administratori, vitet që janë bërë çdo informacion zonë. Domethënë kjo është ajo që ti bëhesh i fortë zonal dhe fillon dhe rritesh dhe njihesh. Se e rëndësishme është të njihesh në treg, se ne nuk kishim askushi. Duke u futur kaq fuqishëm në treg, ne arritëm dhe u bëm dikush dhe jemi këta që jemi sot apo. Kjo ka qenë vërtet. Dhe 10 vjet nuk janë pak. 10 vjet komplet nga zero. T'ju pyesa, e mani mund transakcionin tuaj të parë, sa ajo e blogu që ishte shumë interesante në fakt. Po transakcionin e parë edhe sa ka qenë, nëse e kujton. Ka qenë po normal, më besoj që asnjë nuk e harron me transaksionet të parë, sepse ka ato emocionet e veta, ka nastir 2+1 55.000 euro, kam shitur një clearinge, ka qenë. Sa metra ka qenë? Zonë 110 metra katror. E marrë edhe metrat fiksa, bëhet fjalë. 110 kati 8, e di kush e ka bler. Dhe aty ka qenë ajo, domethënë unë kam bërë transaksionin e parë fiks për 1 muaj. Do të thënë 1 muaj punë që kisha hyrë dhe unë i thash vetes Dev, ti po i futesh kësaj gjë, sepse mos harrojmë që është një punë pa rrok. Po. Edhe para 10 vjetësh, edhe sot është e vështirë kur e koncepton, unë para 10 vjetësh kur kam hyrë dhe pyesin shtëpis, po mirë, ke filluar punë, po sa e ke rrogën? Do të thënë s'kam rrogë. Se di ta shohim fund muajit. S'ke rrogë, po ç'punë është kjo pa rrogë, e kupton? Dhe mua dhe shokët e mi më qeshnin dhe thoshin, kjo është akoma, pavarësisht. Dhe kur unë arrita dhe e mbylla, e kupton, edhe kam marrë diku te 1.000 euro. 1.000 euro, domethënë, atë rroga mesatare ka qenë 200.000 lekë, 250.000 lekë dhe mora 1.000 euro, thash, çfarë do bëjmë me këto? Kjo që ka, jo, realisht jam thënë vetë kjo që ka puna jote. Kjo që ka puna jote, Dev, duhet t'i japësh drejtim, jepi gaz sepse ti kur ti arrin për 1 muaj të mbyllësh shitjen e parë, domethënë, ti pastaj po ti japësh volum gjës, normalisht do mbyllësh shumë më shumë. Dhe kjo më ka shtyr mua që dhe ideja është edhe e entuziazmit që ti ke. Unë edhe sot e kësaj dite kur ngrihem mëngjes, ngrihem me entuziazmin e ditës parë. Domethënë, unë dua këtë gjë prandaj e bëj. Unë momentin që nuk do dal me qejf nga shtëpia për të bërë këtë punë, e sigurt që unë s'kam për ta bërë këtë gjë. A do të bie motivimi, pastaj po s'patë motivim, s'ka as fuqi për të bërë asgjë. Po prindërve i the pastaj sa kisha rrogën apo? Prindit akoma më pyesin sa kisha rrogën. Ti prapë thua jam pa rrogë. Si diet. Fiks. Po për ty Anderson, aman transakcion e parë. Patjetër. Për mua ka qenë shitja në Future Home, shitja e parë ka qenë një 1+1, 67 metra, atë po diskutonin pak më parë. 32.000 euro ka qenë si 32, paga shumë 500 euro metri. Po. Dhe pasi negociate, unë sa kisha marrë si apartament, ishte biles sa kishim filluar në pjesë në dhjetor ishte si transakcion.
Ishte ora 7 mbas ditës, bën prezantimin, ky kishte biletën orën 9 për tikur. Kam thirrur Fationi si ishte hapi zyrën tiku që mora i ka parë, që thjesht plotësohet. Po. Të bllokojmë pronën dhe pastaj bu pjesa e shitjes, sepse duhet të vinte pas 2 javësh. Ky ishte rasti i parë në Future Home. Pastaj gjithë tjerat po thuaj se ishin të njëjta në vlera derisa ndryshoi pjesa e tregut. Se Andersoni prego pak më parë, domethënë atë ka qenë shumë e vështirë të kapi objektivin, se vlerat ishin shumë të ulta. Aty 1+1 shkon te 30.000 euro, 33.000 euro, 25.000 euro kemi mbyllur dhe çfarë objektivi mund të kapë ti me këto vlera kaq të ulta? Kurse sot tregu ka ndryshuar dhe ti objektiva mund t'i kapësh shumë më kollaj duke parë vetëm vlerat që kanë ndryshuar. Kupton, sot në Astir, nëse atë flasim me 1+1 30.000 euro, sot ka vajtur 80-90.000 euro. Kjo ka bërë që tregu ka vajtur në nivel tjetër. Aty bëj një pyetje, a e shifni ndonjëherë të mundur ka vështrimi tuaj fillimet që çmimet do shkojnë këtë farë vlerë? Se për shembull, një shtëpi, nuk e di, a e mendoni ose imagjinoni do të një apartament 400.000 euro në atë kohë? Në këto lloj vlerash jo, por që ne që në fillim kemi bërë analiza tregu. Unë duke mbuluar pjesën e komunës që në fillim kemi studiuar një zonë se ku po vëm. Që do të thonë ndërtimet që janë bërë aty 2001-2002, atëherë ka qenë pjesa e dollarit, kanë qenë me $350, $400 metri katror në komunë. Në komunë. Në fillim ka qenë në 2002-shin, 2003-shin ndërtimet e para që janë bërë te Kikanjishi ose te Dulagu. Pastaj pjesa tjetër, në momentin që ne kemi hapur zyrën aty, çmimet kishin vajtur varionin 1000, 1100, 800, 900, dhe ishin të shumë llojshme në bazë sepse nuk ishte komplekse të reja. Kur është ndërtuar Kika njëna komplekset në zonë, aty pastaj filloi që të merrte kuptim zhvillimi i zonës. E filloi me 1200 deri ku arritën çmimet sot. E mendonim një rritje, por këtë lloj rritje nuk e kishim menduar. Të paktën unë personalisht jo një. Mund të mendonim një rritje duke parë se për sa kohë rritej në pjesa e ndërtimit, dhe ne kishim atë mendimin që me kohën do zhvillohen dhe do rriten, jo në një kohë kaq shkurtër të ishte ky lloj rritje çmimi. Besoj kur ndodhi kjo rritje e çmimit kanë qenë gjithë kështu në zjarr, Nuk e kuptonim tregun. Se çfarë po ndodh, nxjerr shtëpinë sot 1000 euro metri katror, pas 2 javësh 1200. Këto kanë qenë pasaj sfidat çdo lloj kohë në real estate është sfidë më vete, duke parë se si ndryshojnë gjërat, gjatë prapë kanë bërë ndryshuar. Kështu që gjithmonë duhet të jesh aty për të studiuar gjithë zonën dhe gjithë tregun se si lëviz. Lekët janë gjithmonë të njëjta, investitorët janë gjithmonë ata që ka nevojat e tyre për plotësuar, thjesht do të gjejmë rrugën edhe mënyrën se si duhet ti tërheqin. Cili është klienti më i vjetër që ruani akoma marrëdhënie? Jo emër, po sa vite pak a shumë? Unë kam shumë klientë realisht, kam të vjetër, po kam klientë edhe 10 vite. 10 vite, që nga viti i parë. Po, kam klientë, domethënë, kur themi klient kemi edhe klient shitës dhe klient plerës. Po, patjetër, klient për ne një për shembull clearingët, unë kam kontakte akoma me clearing që vazhdojnë clearing akoma. Që vazhdojnë akoma clearing. Edhe na kanë ndryshuar clearing janë bërë. Pastaj hyn në marrëdhënie biznesja. Po, Andersoni shumë ka clearing që për 10 vjet marrëdhënie është totalisht njerëzore. Jemi rritur, ne janë rritur te clearing. Edhe mua disa clearing më janë bërë ndërtues. Në momentin që unë kam bashkëpunuar. Ti edhe një dorë si thua, pa frikë. Njëri tjetrit po. Jo, është e vërtetë, do të thosë se sot e kemi parë në nivele të tjera. Që do të thotë tregu gjithmonë ecën, njerëzit janë. Jo, e rëndësishme është që ti me këta se që punon, siç janë clearingët, e kupton, ose bashkëpunëtorët e tu, ti shikon që ata kanë ecur, ne kemi ecur dhe kjo ka bërë gjë që të rritet pjesë e bashkëpunimit. Për shembull kam pasur clearing që kanë qenë Astir, ngushtë, sepse clearingët gjithmonë janë ngushtë dhe sot janë ndërtuesa dhe ndërtuesa potencial në qytet që ti vazhdon akoma pjesën e bashkëpunimit dhe edhe ata e kujtojnë me nostalgji kohën kur kanë qenë atëherë, se normalisht jenë në të njëjtin linjë, kupton, sepse ndërtimi është një fushë gjerë dhe ti takon pafund njerëz. Ashtu siç kanë blersa që kanë bler më përpara dhe ata ndonjëherë qeshin sepse na kujtojnë dhe ne si kemi qenë sa të vegjël dhe jo më pak parë. Apo edhe s'keni ndryshuar shumë si thua. Kam qenë me një klient, domethënë, që i kisha gjetur një zyrë para 9 vitesh dhe i ka pas një zyrë, një apartament, kishte 6 veta, kurse sot ai ka inkorporat, ka diku te 500 veta të punësuar dhe ka hapur një restoran dhe ti shikon që edhe ai është rritur dhe kur i kujton në rek, ke marrë atë zyrën lart, aty e kam nisur, ti ma ke gjetur, ke qenë i mbar, domethënë, janë shumë gjëra që kujtojnë me nostalgji normalisht. Edhe në telefon. Jo, s'ka gjë. Edhe në telefon kur binin klientët na shpejtësia e shnoi pas se shonte Devi te bloku i kuq, i shnojmë telefon se sa bën telefoni dhe akoma janë disa numra, se zakonisht i bëjmë një pastrim telefoni na klientët.
Astir për shembull kërkon 2+1 35.000 euro. Po. Janë akoma si Ima jo ta marrësh telefon, ja akoma në kërkim? Po. Un kam se më kujtova, un kam një kliente për shembull që ka blerë një apartament, si shkruajmë ne, kërkon emrin, kërkon 2+1 te rruga Barrikadave. Ajo sot është deputete, e kupton, dhe ti e ke akoma ashtu se ajo është bërë mbrapa se ti ta njeh, e kupton? Ti duhet mos duhet akoma shtëpia. Po nëse kthehemi në momentin që u morët zyrat, si ka qenë brokerimi, drejtimi i zyrës në atë kohë? Përgjegjësia që ju besua. Unë mbaj mend, domethënë ishte fiks një vit. Domethënë kur është hapur Future Home Opportunity, ka qenë, domethënë ne kemi hapur në shtator dhe është festuar ditëlindja e Future Home-it, është festuar me hapjen e zyrës. Madje unë shkruaj status se ne i festojmë ditëlindjet me hapje zyrash, sepse edhe zyra 21 është hapur fiks pas 2 vjetësh. Edhe ja unë me Fationin më tha, "Dev, kështu kam menduar, tha do hapim zyrën e dytë, tha, ne je ti broker." Unë në atë periudhë isha shumë mirë, domethënë po shisja, kur ti arrin një performancë, po unë jam mirë, valla, pse duhet ta bëj këtë gjë? Dhe kur e mendoj, domethënë ai më besoi, se normalisht, domethënë unë mbaj mend veten time, domethënë kur kujtohesh para 9 vitesh i bie fiks, domethënë që është hapur, domethënë realisht s'kemi pasur asgjë. Edhe thash, po mirë do e hap, kush do jetë, si do jetë, çfarë do bëj unë, sepse unë nga agjenci do kaloj broker. Isham mësuar me Fationin aty, tani s'do. Kjo ishte shumë e vështirë dhe mua më është bashkuar Alç Kasi, cilin e përshëndesim, që ishte një suport goxha i madh për mua, edhe një vajzë tjetër që ishte asistente, domethënë kemi qenë vetëm ne 3. Dhe thash, po tani si do t'ja bëjmë? Tha, tani do rritesh, do marrim kolegë të rinj, edhe do të tregoj një episod, edhe fillojnë intervistat për të marrë kolegë të rinj, edhe vjen një djalë i urt, i qetë. Unë kisha emocion realisht se po merja intervistën time të parë, domethënë unë për procesin e punës mund të flas gjithë ditën, por nuk dija të merja në intervistë dikë që edhe unë kisha emocion, ai kishte emocion se po jepte edhe ai më duket intervistën e parë, kishte për punë, kupton? Se normalisht përgjithsisht ai që jep intervistën ka emocion. Po, në këtë rast kisha dhe unë emocion edhe ajo intervista më e shkurtër, e zgjatur diku te 5 minuta, ai kolegu që kisha përballë ishte Ardi Talla. Sa shpjegoj ti çfarë thash, vallai thash do pimi kafe ne të dy. Se si jemi për këtu. Ta bëjmë kafe këtë bisedë. Jo, realisht edhe Arditi e kujton dhe sot, domethënë Arditi e ka shumë inat po i tha për kafe, nuk tulet fare. Jo, jemi ulë në kafe dhe aty unë u lirova, e kupton, edhe fillova po i tregoja pastaj realisht si funksionon, ç'a bëhet, si është. Dhe kur tregon Arditi dhe sot, po atë ditë Arditi ka dhënë intervistë tjetër që ishte me rrok, e kupton, edhe tregonte me familjarët e vet që diskutoja dhe tha, më pëlqevi energjia që më dha ai djali. Sepse ne realisht kishim energji dhe ne flisim sinqerisht për atë që ne kishim. Domethënë unë kisha përjetuar vetë dhe ja u tregoj sot edhe kolegëve që u vlla, nëse ne punojmë te ky proces pune ti do fitosh. Po e gjitha është sa ti jep nga vetja. Nëse ti nuk jep nga vetja jote, mos prit të t'japi ty puna. Unë e them shpesh, jepi ti. Jepi ti punës, jepi ti energji, jepi ti kohë, jepi ti atë që ke nga vetja jote dhe normalisht do të ta kthej mbrapa gjë. Domethënë këtë unë i them dhe kolegëve sot. Pastaj filluan erdhën kolegë të rinj. Domethënë filloi zyra u ngrit, un kam pasur shumë episode, zyra ngriheshe, binte, kolegët shkonin, vinin, por domethënë ka arritur në nivele shumë të larta, domethënë sepse edhe unë mësoja. Por ne nuk ishim broker, unë këtë flas shpesh, ne nuk ishim broker atë kohë, se kishte akoma mentalitetin, konceptin. Domethënë unë edhe Andersoni, ne më shumë bënim agentin sa brokerin, e kupton? Kurse sot gjëja ka ndryshuar dhe ti je në pozicion tjetër që më të kuptosh realisht çfarë është brokerimi dhe si ta bësh gjën. Kjo do të thotë që të bësh broker nuk do të thotë vetëm të jesh një agent i suksesshëm. Siç ngatrohet sot që me suksesin e agentit thjesht për të bërë edhe drejtimin e një zyre. Po ke shumë zyra ti që janë vetë broker, vetë agent, vetë menaxher. Edhe shumë. Jo, prandaj thot Andersoni që duhet një agent i mirë, thotë që një broker i mirë. Është vërtet. Domethënë dhe ne që në fillim si agent do të bënim pjesën e kujdesit ndaj njëri tjetrit. Dhe kjo të jep atë shtysën që ti mund të bësh edhe më shumë për të kujdesur më shumë njerëz, për të mësuar ti për të dhënë atyre mënyrën se si duhet bërë kjo lloj pune. Se kjo të shtyn që ti të mësosh sa më shumë për veten tënde që t'ia vesh në dispozicion atyre. Pastaj që ti jesh brenda konturave që ti të mësosh gjithçka me rregulla, me sistemin apo gjithçka që krija më pas, edhe kjo ka qenë sfidë më vete. Sepse ne ishim mësuar me një proces pune tjetër dhe u qasëm në një proces pune që duhet të kishim ato rregulla. Nga e para. Po, sepse ne kur ishim bashkë atë komisionin që thot Devi në fillim, atë
1.000 euro që ka fituar në fillim ishte si suksesi të gjithëve dhe ndihmonim njëri tjetrin që të gjithë që të arrinim për të bërë komisionin si zyrë. Dhe më shumë nuk e kishim luftën kundrejt njëri tjetrit apo të tjerëve, ne thjesht kishim për të arritur ato objektiva që ne vendosëm. Dhe në moment që dikush bënte një komision, ishte kënaqësi për të gjithë. Pastaj këto përktheshin në udhëtimet e para apo në gjatë e para që ne i preknim shpërblimin. Jo për shpërblime, organizimet që ne bënim me njëri tjetrin, duke shijuar që të gjithë etapat e atyre viteve, domethënë ne bashkë udhëtonim. Kush ka qenë udhëtimi i parë që keni bërë? Organizimi i parë. Organizimi i parë. Fakti që pas ka qenë i bukur. Po, shpëllë plumbasit po. Ka qenë udhëtimi i parë në grup. Sa veta keni qenë atëherë? 6 veta. 6 ka qenë milioni atë. Jo ka qenë shpëtimi, apo ka qenë ciklop, po. Milioni ka qenë milioni, domethënë kemi qenë tek shpellë plumba. Po, aty ka qenë udhimi i parë, por para për të vajtur te pjesa e udhëtimeve, gjitha këto suksese që ne i ndanim me njëri tjetrin ja dedigonim si triumfi i zyrës, nuk e bënim si diçka personale. Kushdo që e bën në komisionin dhe kjo lloj gjëje na shtyn dhe pastaj që kur morëm dhe zyra ta shikonin po pra me një sy. Mos shikonim se sa bën zyra e komunës. Ashtu si ishit brumosur në fillim ide, ashtu të brumosni edhe grupin. Pastaj sfida jonë ishte që ne domethënë duke punuar gjithë bashkë, hajde ta çojmë këtë lloj emri, pastaj u mësua me një sistem tjetër që shkose do ndajmë zyra, do ndajmë territore, do ndajmë shumë gjëra. Dhe ato tavolina gjithmonë prodhonin debat, prodhonin gjëra me shumë ambicie, ku sot po të rikthehemi që ne ti kujtojmë do duket si gjatë pa besueshme se çfarë mendonim. Po që sot e tregon që arritjet e Futuromit janë në ato gjëra që ne mendonim. Teoria e Futuromit është më e bukur. Kjo ka qenë një nga pikat që më ka frymëzuar dhe më kam qenë franchise i parë që është marrë. Fjalisht e rritur steka shumë lart. Në atë kohë kanë qenë 8 zyra në Tiranë. Po zyra parë jashtë sistemit apo jo? Zyra parë ideja, kanë qenë 8 zyra në Tiranë dhe ajo që mua më frymëzoi ishte që ore si ka mundësi që nga një zyrë vetme të arrijnë bëhen 8 zyra. Si ideja këto ishim të gjithë kanë qenë njëra agent tek ajo zyra mëm, si thonë, dhe të gjithë kishin prodhuar zyrat e tyre. Sepse ne ecnim me idenë, hajde të ngrem njëri tjetrin. Po, fiks. Unë mua më mësoi Fationi këtë proces punë dhe normalisht në momentin që ai më mëson, unë duhet të mësoj një tërriu. Sepse unë se prandaj thash dhe unë, siç ne jemi brumos ose me vlerat që ne kemi parë, kemi gjetur kur kemi ardhur, atë jemi munduar. Ideja dhe unë atë histori që gjeta kur erdha, atë histori u brumosa unë si enç për ta bërë tek zyra ime. Dhe kjo është shumë kjo të shtyn. Domethënë ka një gjë, domethënë si e shikoja unë si filozofi. Domethënë në momentin që Fationi mua më ngriti, e kupton? Dhe unë normalisht duhet të ngrej dikë tjetër. Duhet ta ndihmoj një tjetër. Duhet t'ia mësoj këtë proces pune. Në një kohë, derisa unë ngrej atë, unë ngrej edhe veten. Po, e vërtetë. Kjo shikoj, nëse kam parë filozofinë time, duhet gjithmonë ne të ndihmojmë njëri tjetrin. Domethënë një tiriu t'ia jepja mundësinë. Tregoja se si funksionon gjëja, mësoja dhe kur unë e kam bërë pse mos e bësh ti. Por vetëm kur arrin të bësh këtë gjë ti e merr titullin broker për mendimin tim, sepse është një vetë kënaqësi ose një gjë që unë e përmbusha misionin. Ideja ky është misioni jo që ne përveç se ndryshum jetën tonë, ideja përmisum ose pam dritë diku, të arrin bëjmë dhe tjerë të shohin dritë, përmisojmë jetën e tjerëve ose të stafit tonë. Realisht këtë e shikoj domethënë për ditë, domethënë unë kur shikoj kolegë që vinë ose të rinj që vinë që janë 22, 20 sa kam marrë shkollën dhe normalisht e shikojnë veten, mua më kujtohet vetja ime. Dhe i flas me shpirt, me pasion që shiko, nëse ti e dëshiron gjën, kjo gjë bëhet. Nëse ti punon, nëse ti merr prona, nëse ti bën marketimin, nëse ti bën gjithë procesin e gjës, nëse i jep energjinë tënde, ti do ta bësh këtë gjë. Domethënë ashtu që unë e kam realizuar. Domethënë kur ti ja tregon që varet sa fortosh kjo gjë tek unë nuk linda broker, agent kam qenë. Domethënë kur unë e kam bërë pse mos e bësh ti? Janë gjithë prej mishi, prej gjakut. Domethënë gjithmonë ka qenë kjo filozofia e rrugën e kemi shtruar, thuaj. Rruga është shtruar çan fare, e kupton se kur kujtohen historitë para 10 viteve, domethënë ne realisht nuk hynim dot tek noteri. Noteri thoshin çaj agjenci. Jo. Nuk futeshim dot realisht. Ose te banka. Ne ke pas blokadë ideja në shumë vende. Dhe kurse sot kur ty të vjen banka dhe thotë ore, hajde bashkëpuno dhe hajde bashkëpuno me mua, derisa hajde bashkëpuno do t'jap edhe komisionin ose kur ty ne ndërtuesit me zin na fusin atë. Ndërtuesit thotë merr ekskluzive vetëm shite jepi drejtim. Pse? Sepse e ka gjetur nevojën dhe ne e kemi çuar veten deri në atë nivel që të shasemi me këtë gjë. Është vërtet.
Tani rruga është shtruar me asfalt mirë the. Fatkeqësisht s'kam një zyrë për të folur. Është shtruar. Po, më sa shikoj suporti është tu dhe patjetër besoj Futurama është hapur për çdo bashkëpunim punësor në të ardhmen. Besoj se çdo lloj kompanie ka bazat e veta, ngelen gjithmonë aty. Çdo kush që ka lënë çdo lloj gjëje që e ka bërë me sinqeritet, po prapë e gjen aty. Kështu që ato gjëra që kanë qenë vlera në fillim besoj se vazhdojnë akoma që të përcillen dhe të vazhdojnë. Derisa është rritur mbi këto baza, normalisht do vazhdojnë të trashëgojnë këto baza. E drejtë. Dev, tregu ka ndryshuar jashtëmase shumë. Çfarë fole ti dhe çfarë nuk është folur akoma? Po sa e lehtë ka qenë kjo përshtatja me tregun, sidomos me pjesën e marketimit që ka ndryshuar komplet. Ha, histori e bukur prapë. Marketimi ka një histori të bukur, sepse ne atëherë nuk kishim para, do të thënë kjo, e kupton, edhe do të thënë ne duhet mendonim more si do bëjmë marketing. Ne në televizor nuk dinim dot. E para nuk dinim sepse nuk e kishim mundësi financiare realisht, dhe e dyta nëse ti do dilin në televizor, a e kishe ti mundësinë atë që thosh Andersoni, nëse ne na vin ta klient, a i shërbejmë dot ne? Dhe ndodhte, do të thënë marketimi i keq, ndodh marketimi i keq. Andersoni thoshte shpejt që ne nuk dalim në televizor në të fast që jemi, dhe mbaj mend që çfarë marketimi bënin në zonal, edhe ne që ishte me kosto shumë kosto zero, ne bënim Sprite, e kupton, dhe më shkruanim në mure, ka qenë Peçiklasi, ka qenë një Peçiklas që e marrim te garazhi poshtë zyra, Peçiklas dhe bie lart dhe janë fotot realisht që dinim natën, e kupton, edhe shkruanim Futurama dhe përveç se është bërë në Tiranë kjo gjëja, kjo është bërë edhe nga Durrësi deri në Sarandë, në Dërmi, gjithë llogaraja është bërë me Sprite. Vazhdon të jenë akoma besoj. Bravo. Dhe ndishnit pronat atje apo? Dhe mbaj mend ka qenë një koleg shpëtimi dhe thoshte do shkoj, pse? Do të thënë, ne ecëm me parim valla, unë do ja jap energjinë punës time. Sepse ne besonin që ose unë ja jap kësaj gjës, kjo do ma kthej mua mbrapsht. Dhe unë akoma i besoj që nëse unë punoj, domethënë, dhe punoj pastër dhe me veten time dhe me kompaninë, normalisht kjo do ma ndosh shpërblet, ashtu siç na e ka shpërblyer nëse. Të drejtë. Shiko, se ky është një vit shumë i rëndësishëm për Future Home-in, është viti 10, një vit. Ti do na pyesësh ku do festojmë në 10 dhjetorin, po se themi. Se ndoshta nuk e dim akoma, pa keni se ju brokerat i dini këto, unë s'kam ide, thash. Ka surpriza. Ti je i sigurt që ai ka gjithmonë informacion. Ashtu, po. Po doni të merrni informacion. Shko te Devi direkt. Shiko, për Future Home mund të flasim pafund, jo sepse ne duam shumë këtë emër, këtë logo dhe këtë punë që bëjmë, por sepse realisht ka shumë për të folur. Por pa e kuptuar fare këti episodi erdhi fundi. Dhe është një moment emocional, por nëse patjetër po flasim për kompaninë që punojmë dhe kemi investuar ju shumë herë shumë se unë, përveç se mundit kohës dhe investim personal që ju keni bërë, por gjithashtu edhe për këtë program që ne kemi bërë, që është një projekt i Future Home që vazhdimisht mundohet të jetë pararoj e risive në treg. Ky podcast ka si qëllim informimin e klientit për tregun imobiliar. Bëhet për ju si çdo gjë tjetër që Devi, Andersoni dhe Enxhi tha që mundohemi realisht bëjmë një punë që ajo pagesë 3 dikur, ndoshta çik më shumë sot, ta meritojmë atë që bëjmë. Dhe unë ju falenderoj shumë prezencën tuaj sot. Shumë faleminderit juve. Ne mos flisim akoma më shumë, por se ka, sepse realisht 10 vite nuk janë pak, është histori dhe është jetë e jetuar. Po. Sot e 20 vjetorit do ketë prapë ne. Për 20 vjetor, të pyesësh Fationin si e ka vizion 20 vjetorit, kush e di çfarë thotë. Jemi aty në Dubai, po. Do kemi vetëm të huaj pastaj besoj. Po, fix. Shumë faleminderit Dev. Rrofshi. Shumë faleminderit Anderson dhe një falënderim shumë i madh për ty Enxhi për gjithë të rrugtim për këtë sezon të Future Home Podcast dhe shumë faleminderit ju që na ndiqni për suportin tuaj dhe mbështetjen. Shumë faleminderit që na keni ndjekur në këtë sezon dhe shihemi në sezonin e tretë. Mirupafshim.